Gilmando Dani, krahu i djathtë i Emiliano Shullazit, u ekzekutua në një atentat të martën të rreth rrotullimi para hyrjes së aeroportit të Rinasit. Ngjarja ku u përdorën edhe Kalashnikov ndodhi rreth orës 14, menjëherë pasi viktima dhe i plagosuri mbërritën nga Barcelona ku ishin larguar në datën 7 nëntor. Sulmi ndodhi në momentin kur janë nisur drejt Tiranës me një Mercedes, ndërsa autorët me një tjetër makinë i zunë në prit dhe i qelluan me breshëri plumbash. Si pasojë, Dani humbi jetën në vend, ndërsa Muçi Shaljani, sheqeri, u transportua në spital në gjendje të rëndë shëndetësore. Menjëherë pas atentatit, autorët janë larguar me shpejtësi në drejtim të fushkrujes, ndërsa pak më vonë është gjetur një automjet i djegur në fshatin Halel, që dyshohet se është përdorur prej tyre për të shpëtuar nga vendngjarja. Sheqeri rezulton se prej 3 muajsh ishte punonjës i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore në Shqipëri. Në vendin e atentatit janë gjetur mbi 50 gëzhoje të armës Kalashnikov, të cilat janë zbrazur nga të paktën 3 armë. Dani kishte të kaluar kriminale, ai ishte dënuar në dhjetor 2021 me 12 vite burg, pasi gjykata e gjeti vajtor për shtrëngimin e biznesmenit YB dhe përfshirjen në kërcënimin e shtetasit JZ. Megjithatë, në tetor 2024, ai u lirua nga burgu. Ai kishte shpëtuar më herët nga 2 atentate, një në vitin 2011 dhe një tjetër në vitin 2015, çka e bënte të qartë se ai ishte prej kohësh një objektiv i grupeve rivale apo kundërshtarëve të tij. Shënjestër.net